Qyre njerëz çfarë drejtësie po jetojnë ana. Një lider i fuqishëm është në gjendje me shkatru një popull komplet, edhe as një ditë burg mos me majt e le ma mi shku me ndikujt me arrestu. Unë e ti një dënim të kerët me bo mos me pagu, mas do muje t'i lidhin burg edhe t'i lidhin durt edhe qëtim burg. E le mo zoti mos e baf me vara dikën, qëtim burg të jetën e tjerën kriminelle, gjithë shka të thoi njerëzit. A këta s'guxon mi thonë kërkush kur gjë. I ka vra shembull për mi 20.000 fëmijë, për mi 21.000 i kalon sakata, për mi 500.000 veti i kalon pa hongër e pa pi, 95% spitaleve i ka shkatru, këtë komplet vendin bre ka shkatru, edhe në fund tash po gëzohen po thojnë që shqyqyr që po bojna marrëveshje, i ran men ati me bo marrëveshje me neve, se le mo mi bo dikush diçka ma shumë. Mere shembull ti që ata liderët e tonë se që jenë Hag atje, kanë luftu kundër kriminella, e kanë mbrojt vendin e vetë, kush u shku në fund burg, i në shku këta që e kanë mbrojt vendin e vetë. Që shqyqyr zotit ka njerë po thomë që kina me dek, e kina me dalë para një drejtësie, e jo si që e kena që jena të jetu që tash se zi qa këshëm bo.